fëmia y një ti do të mbi uj Maria e ti që fëmia y gjithë breza do të shpëtoj A e ti që fëmia y t'ka ardhur të të shpengoj A e ti që fëmia y ka ardhur të të shpengoj Ky fëmi që ti linde shumë shpejt do t'rillin ty Krishtlindja ime e parë ka qenë në kishën Zës të Jezus në Berat, edhe ka qenë 92-shi, fundi 92-shit. Ishte një krishtlindje e thjesht, jo shumë gjëra për të kujtuar, disa zbukurime, por mbi të gjitha ne kuptuam, ishte një fest shumë e madhe, edhe kishte një gëzim të veçantë. Kishte një gëzim të veçantë sepse mesazhi, ne ndonjëherë e shohim jetën Zoti na do edhe Jezusi në kryq u ringjall, po kuptova sa e bukur ishte që Perëndia madhështor të vi si një beb. Të vi aq vulnerabël sa që është një beb. Perëndia që është, për shembull, fjala e Perëndis, erdhi si një beb që nuk mund të fliste dot. Nuk mund të belbëzonte, se bebet nuk mund të flasin, vetëm mund të qajnë. Edhe ai erdhi këtu për ne. E mrekullueshme. Se si Perëndia vjen edhe na gjen neve në një vend si kjo botë kaq e harruar, mizerabël, që urren veten, urren njëri tjetrin, nuk do të mirën, shkatron çdo gjë që mundet. Dhe Perëndia vjen pikërisht këtu tek ne. Gëzimi që unë kam ndier në atë kohë i ushtua për jetimin tim me Perëndin. Edhe sa herë pasaj çdo vit tjetër që ne festonin Krishtlindjen, gjithmonë ishte një festë kaq e veçantë bashkë me Pashkën, por që në fakt është e pandashme Krishtlindja dhe Pashka, sepse është pikërisht prapë rreth Krishtit. Foshnja erdhi për të ardhur në kryq. Dhe për mua ka qenë kjo Krishtlindje e parë, më hapi sy ta shoh Zotin madhështor në një beb, edhe kam ndier shumë mirënjohje, që Zoti lejoi vetën e tij të ishte aq vulnerabël si një beb pikërisht për ne. Një gjë e veçantë ka qenë për Krishtlindjen se këto vitet e fundit ne kemi dalë për ngjitëzim të sheshi Skënderbej. Edhe më shumë ka qenë konteksti i kësaj që ne si kish patjetër mund të festojmë Krishtlindjen. Edhe ftojmë edhe një se keni Krishtlindjen. Po është ndryshe kur mobilizohesh edhe ti del në shesh dhe i thua botës. Gjithë bota del për jashtë ta feston me muzikë, me aheng, me lodra, me gjitha gjërat. Edhe kisha futet në një sallë dhe harrohet aty, nuk e shikon asnjëri. Edhe si mund të bëhet e ndjeshme për të dëgjuar. Edhe këtë kemi bërë si kishë në Zës të Jezus në këto vite. Kemi dalë çdo Krishtlindje në shesh, kemi marrë leje për një kënd të caktuar, kemi bashkëpunuar me kisha të tjera, edhe kemi ndarë ungjilli me njerëzit, kemi ftuar, kemi organizuar, kështu që e kemi parë Krishtlindjen në kontekstin e një momenti unik për t'i folur në kohën ku njerëzit janë më të hapur se kur për të dëgjuar për Krishtin. Për sa mund të mbaj mend, duke qenë se unë e kam pranuar Krishtin në vitet e para të misionarëve që kanë ardhur në Shqipëri dhe kishat ishin duke marrë formë, por Krishtlindja ime e parë zyrtare që unë vërtet kam memorizuar ka qenë një Krishtlindje shumë e veçantë, ndoshta kjo është dhe arsyeja. Ka qenë në vitin 2001 në Athinë. Në vitin 1997, për shkak të luftës civile, familja ime emigroi dhe kështu që unë edhe megjithëse emigrova në Athinë, vazhdova rrugtimin tim me Perëndin dhe isha në një kishë atje lokale. Dhe ka qenë një Krishtlindje shumë e veçantë sepse në atë Krishtlindje bashkëshorti im ka ardhur nga Shqipëria enkas për të më propozuar. Dhe mendoj që do mbetet gjithmonë Krishtlindja ime e parë dhe më e veçanta në jetën time, duke qenë se ka qenë shumë e rëndësishme për të ardhmen time. Dhe ka qenë në vitin 2001 në Athinë. Ne kishim disa miq të përbashkët nga Lushnja, që kishin emigruar dhe ata si shumica e shqiptarëve që emigronin.
Dhe ndërsa Erioni ishte student për mjekësi në Tiranë, i duhej që të merrte një vizë në ambasadën greke. Nuk ishte e lehtë. Gjitha kursimet që i dërgonte familja për të studiuar, ai i kurseu për këtë rrugëtim, sepse ndonte të ndante mendjen dhe zemrën nëse unë isha partnerja e tij. Dhe kështu që me anë të miqve të përbashkët, ai më bën një surprizë. Unë kam qenë atë kohë vetëm 19 vjeç, ndërkohë kishim pa u takuar 4 vite. Më thënë, që në moshën 15 vjeçare që ishim njohur në Kish, në Lushnjë, pa pritur vjen në këtë Krishtlindje dhe më takon, edhe ne kemi dalë bashkë, kemi qenë në fakt në një fast food, atje në qendër të Athinës, dhe me atë sigurinë që e karakterizon, më thotë që unë e di që ti je gruaja ime, dhe faktikisht ishte një lloj propozimi, megjithëse mua më mori kohë, se ishte shumë e papritur, isha akoma e re, akoma e paqartë në identitetin tim, por nuk kam për të harruar kurrë atë Krishtlindje. Ka qenë ditën që kemi pasur festën e Krishtlindjes, sepse ai me anë të miqve erdhi në festë dhe pas festës ne kemi dalë dhe ai më ka ulur dhe më ka thënë që unë e di që ti je gruaja ime. Edhe unë u sfidova patjetër, sepse kur vjen një person kaq i sigurt dhe ti nuk je gati, ti sfidohesh. Dhe pastaj pjesa tjetër e jetës tonë është histori, domethënë, por që ai ka qenë momenti i parë kur vërtet ai e kishte të ndarë që unë isha partnerja e tij. Patjetër që me kalimin e viteve, kur ne jemi martuar dhe jemi shuguruar për të qenë pastor të Kishës Fjala e Jetës në Lushnjë, aty Krishtlindja, kur ti je në pozicionin e të shërbyerit, me një tjetër kuptim, sepse tashmë ti nuk pret, por ti je në pozitën e të dhënit. Dhe Krishtlindjet më të veçanta që unë vazhdoj dhe besoj përjetoj dhe sot akoma, është për shkak sepse ne kemi shërbesën e fëmijëve dhe jo vetëm kaq, por edhe kopshtin. Ne shërbejmë në komunitet me anë të kopshtit. Tashmë ka 15 vite që është aktiv, ku aty marrin pjesë fëmijë nga komuniteti që ndoshta nuk festojnë një Krishtlindje, sepse mund t'i përkasin një besimi tjetër ose mund mos t'jenë besimtar familjet, por ne e integrojmë kopshtin në festën e Krishtlindjes në Kish. Dhe sa herë që fëmijët vinë edhe performojnë programin, i cili është program Krishtlindje në Kish, patjetër që ajo Krishtlindje është shumë e veçantë, unë besoj që fëmijët janë shumë të lumtur kur është Krishtlindja, janë njerëzit më të lumtur kur ka Krishtlindje. Vetvetiu ata përjetojnë, fëmijët duan ngjyrat, fëmijët duan dritat, përveç se duan dhe dhuratat, por atmosfera e Krishtlindjes është një atmosferë shumë e dëshiruar nga fëmijët. Dhe mendoj që kur kemi bërë Krishtlindjen e parë me kopshtin, ata kanë qenë vetëm 7 fëmijë, në atë Krishtlindje mbaj mend si sot, ne u kishim mësuar dhe vargje biblike përmendesh, dhe ata, më thënë, kjo ka qenë pjesë e programit, dhe ftuam prindrit për herë të parë në Kish, për shkak të programit të Krishtlindjes, ka mbetur një nga Krishtlindjet vërtet domethënë që ka lënë një shenjë në zemrën time. Dhe që nga ai moment misioni i Krishtlindjes për mua ka ndryshuar. E shoh si një moment kur ne mund të dalim në komunitet dhe ta përforcojmë akoma dhe më shumë atë që Jezusi ka bërë për ne. Paktën atë që mund të gjurmojnë kujtesën teme të largë, duhet këtë kenë ndiku viti 87, edhe kujtoj sepse për mu ka një Krishtlindje veçantë, e ndoshta ajo është ajo që është edhe shënjun në mendjen teme, ku gjyshja jeme, pra nana e babës, erdhi që të kalonte atë Krishtlindje me ne. Dhe kujtoj me shumë nostalgji për faktin se nana jam në atë kohë, edhe në atë përgjithësinë që po vjen vjerra që të kalojnë ato Krishtlindje me ne, përpiqet që ta zbukurojnë shtëpinë pak më shumë. Besoj nuk ka nevojë me thënë e me komentu në lidhje me fukarallëkun që ishte në atë kohë, edhe sa shumë gjana kishim ne. Kujtoj që me babën kena shku në Kodrat në afërsinë periferi të Shkodrës për me këput një pemë, pish në atë kohë, për me zbukuru me ato
letrat e karameleve që i pështillën gurt me ato letrat për me i varë, karamele zana me ngjyrë të kuqe, e ndonjë gjë tjetër. Pra kujtoj atë pemë aq modeste, aq të varfër, po njëkohësisht edhe shumë të pasun, sepse ishte gëzimi që njallin zemrën teme. Edhe me të vërtet këtu kupton sa e bukur është festa e Krishtlindjes, kur atmosfera arrin me hyn në zemrat edhe të fëmijëve, edhe të familjes. Edhe kupton se me të vërtet është një festë që përcjell edhe pa fjalë paqe, përcjell dashuri, përcjell lumturi. Dhe një ndër gjërat që kujtoj është fakti që atëherë kam pyet nënën konkretisht kush ishte ky fëmijë që lini, edhe çka ishte. Dhe nëna në atë dëshirën e saj të madhe me më tregu, gjithmonë e rezervume të pas parasysh që ishim në një situatë ku feja ishte e ndalume me ligj edhe ishte frika e përsekutimit, mundohet me më spjegu për Jezusin, për këtë fëmijë që mu më mahnit edhe më krijon atë fantazinë e një fëmije se si mund të ishte, se si nollën gjanat edhe pse nollën. Ky është një ndër ato momentet e para që rikujtoj, që mundem si më thanë me gjurmun kujtesën teme të largët, ku Krishtlindja me tamam ka lënë një gjurmë, një shije shumë të bukur në jetën teme. Në mendjen teme ka disa episode, disa janë edhe, me thonë drejtën ndoshta të trishta, ku në një prej tyre mund të rikujtoj kam pas një Krishtlindje të keqe për shkak se një ndër njerëzit e afërm të zemrës teme, si më thonë, muoj pak ditë përpara Krishtlindjes. Dhe ka qenë një moment shumë i vështirë për mua. Po njëkohësisht një Krishtlindje tjetër ndoshta shumë e bukur që e kujtoj se ka qenë një gëzim i veçantë për mua, patjetër përtej fakti që njeriu e feston ndryshe nga momenti që beson në Jezusin. Pra në momentin që ti rilin, ka një tjetër përjetim në jetën tënde. Qoftë Krishtlindja, qoftë Pashka, por për mua për shembull ka qenë momenti kur jena bë prind, kur jam bë prind. Pra ajo Krishtlindje me vajzën e parë, me Prishilën, për mua ka qenë një ndër Krishtlindjet më të bukura që mund të kujtoj të kohëve të vona, megjithëse edhe vajzat e shtje u rrit. Por ka qenë një moment ku un kam kuptuar bukurinë e linjes një foshnjet dhe gëzimin që sjell, e shef atë gëzim, atë lumturi, atë kënaqësi të zemrës tek fëmia jot, edhe një farë mënyrë të bën një lidhje me foshnjën e Betlehemit, pra me atë bukurinë që sjell, atë lumturinë që solli Jezusi linja e tij në këtë botë, që bota e kishte prit për shekuj me radhë, dhe ne kena privilegjin edhe nderin, edhe kënaqësinë që të vazhdojmë edhe ta kujtojmë edhe ta festojmë. Ky ka qenë, me thënë drejtën, një moment që mu më ka sjell shumë gëzim edhe e kujtojmë me shumë lumturi akoma sot atë moment, atë fest, ku për ne, për familjen tonë, ishte me tamam një kënaqësi. Në thelb duhet në radhë parë me kuptu motivin edhe arsyen pse Jezusi erdhi, ose pse Perëndia e dërgoi, ose vendosi vetë që të vinte dhe të mishërohej. Dhe arsyeja jena ne. Kjo botë ishte rënkonte në mëkat, rënkonte dhe dergje çdo ditë në dënimin e mallkimit të mëkatit, që solli Adamin dhe Eva, ose paraardhësit tonë pra. Dhe nga ai moment e mbrapa njeriu, qenia njerëzore ka qenë ndame me Perëndin. Dhe edhe ato që besuan tek Perëndia ndërkohë, pra nga momenti i krijimit dhe deri në ardhjen e Jezusit, të gjithë në fakt kanë besuar dhe Bibla thot fjetën duke prit premtimin, plotësimin e premtimit që kishte dhënë Perëndia. Dhe cili ishte plotësimi i premtimit? Ishte pikërisht fjala që Perëndia dha që nga momenti që Eva dhe Adami mëkatuan.
ai që në atë moment Perëndia betohet, zotohet që ai do të hakmerret dhe madje do ta mposht gjarprin, do ta shtyp kokën e tij po nga fara e gruas që gjarpri manipuloi. Dhe fara e gruas në këtë rast ishte Jezusi. Dhe kjo është ajo që bani Perëndia për botën, për njerëzimin që ai e krijoi me dashurinë e tij dhe vazhdon ta dojë me të njëjtën dashuri. Pse? Sepse Zoti nuk dëshiron të na shohë në humje. Dhe lindi Jezusin për një qëllim, me një mision. Dhe misioni i tij ishte që kjo foshnjë, ky bir, ky fëmijë të rritej dhe një ditë do të bëhej sakrifica ose qengji i Perëndisë që do të jepte jetën, që do shlynte mëkatin për çdo që do të besojnë atë. Kjo është arsyeja pse Krishtlindja është një lajm i lumtur, jo thjesht sepse sjell atë, po them unë, njenjën e një foshnje të pafajshme që lind, po njëkohësisht mbart një mesazh, një lajm të përjetshëm, i cili sjell fitore të përjetshme për njerëzimin. Edhe për mua, një person që do ta festoj Krishtlindjen duhet kuptoj këtë në thelb. Krishtlindja ime e parë ka qenë në 99-ën. Në fakt ishte moment shumë i rëndësishëm. Ne sigurisht unë vi nga një traditë katolike, kishim dëgjuar, por festat në shtëpitë tona janë si Krishtlindja, si Pashka, për shembull, ishin festa tradicionale. Më shumë festa për të mbledhur të rriturit se sa për të kënaqur fëmijët. Edhe më shumë kishte gosti për të rriturit se sa për fëmijët, kurse festa e Krishtlindjes që përjetova në një kish në atë kohë, një mision në Paskuqan në Tiranë, ishte një Krishtlindje ndryshe. Mu mendova që do të shkoja atje tek ai vendi dhe do të përjetoja prap një shfaqje, një pamje ku të rriturit festonin, kishin gosti, flisnin, pinin, rrinin, por jo fëmijët. Fëmijët ishin ata që mund të kënaqeshin edhe me pak ushqim aty në njërin anë, po jo me një kujdes të veçantë. Po kur shkova atje, pash që fokusi ishin fëmijët, nuk ishin të rriturit. Patjetër të rriturit gëzonin, po gëzonin për shkak të fëmijëve. Unë isha mësuar që fëmijët të gëzonin ose të rrinin në gëzimin e të rriturve. Në fakt, u trajtuam ndryshe. Kur shkova atje, ishte një Krishtlindje shumë e bukur, pash për shembull filmin Lindjen e Jezusit, ne kishim shumë pak informacion në atë kohë, krejtësisht pak. Edhe pastaj na dhanë një broshurë, edhe me disa vizatime tërheqëse, kështu që ne pastaj na dhanë një dhuratë, ishte shumë bukur, bën një festë, filluan të na vizatonin pak tek fytyra, të qeshnin me ne, të na qerasnin, ishte jashtëzakonshme, mendova si ka mundësi. A kisha përjetuar më përpara një Krishtlindje, apo s'kisha festuar kur? Edhe pse festohej në mënyrë tradicionale, por jo për fëmijët. Kështu që Krishtlindja që ne ofrojmë edhe si komunitet ungjillor, ne ofrojmë një Krishtlindje për të gjithë familjen. Në Krishtlindje gëzon gjithë familja, pra nga fëmijët tek të gjithë pjesëtarët deri tek prindrit, të gjithë gëzojnë, të gjithë janë bashkë. Është një moment ku ne kujtojmë gëzimin më të madh që Zoti na dha, shpëtimin e tij nëpërmjet ardhes së shpëtimtarit të tij. Kështu që mesazhi jonë për Krishtlindje edhe gëzimi jonë për Krishtlindje është i dimensioni shumë më të gjerë se sa i një feste ku disa bashkohen vetëm për të ngrënë e për të pirë, jo ne bashkohemi për të gëzuar, për të kujtuar, edhe për të qenë mirënjohës dhe falendërues çfarë Jezusi ka bërë. Unë në përjetova në 99-ën, jam munduar ta marr me vete këtë përjetim në mënyrë që tani fokusi të jetë fëmijët, ja pse në partneritet bashkë me Radio 7 ne jemi duke munduar për të bërë të gëzojnë fëmijët me projektin e këpucëve, me projekte të ndryshme, kështu që të mundohemi që vërtet atë çfarë përjetohen në 99-ën ata ta përjetojnë në 2025. Shumë Krishtlindje aty edhe mbrapa ka pasur Krishtlindjet për mua kanë pasur një tjetër dimension, tjetër vlerë se sa isha mësuar më përpara, siç thash. Kështu që ka pasur disa vite që Krishtlindjet ose pothuajse gjitha Krishtlindjet kanë qenë të njëjta, por për shembull Krishtlindjet që unë mbaj mend mirë, mund të ishte Krishtlindja kur ne filluam kish mbjellin në Bathore, edhe kishën që kemi sot prej Zotit, edhe kur filluam atje, ishte një Krishtlindje aq sa e bukur, aq edhe e çuditshme, sepse ishte era e parë që kishim një grup fëmijësh që vinin pothuajse në të njëjtat kushte që shkoja unë në 99-ën, pothuajse në të njëjtat kushte. Kishim edhe fëmijë të cilët ndoshta s'kishin marrë një dhuratë kurrë në jetën e tyre, kishte fëmijë që ndoshta s'kishin, me siguri s'kishin festuar Krishtlindje në jetën e tyre edhe për shkak të backgroundit
religios që kishin, por jo vetëm kaq, sepse në Shqipërinë tonë ne dim nuk është çështje vetëm backgroundi religios, sepse njerëzit këtu festojnë festat e njëri tjetrit të tjerë, por e vërteta është se kishte fëmijë që nuk kishin marrë kurrë një dhuratë më përpara, nuk kishin qenë të përqafuar, të afruar e tjerë. Dhe kur bëm të parën në 2013, pra në dhjetori 2013, ishte një krishtlindje që ata, disa prej tyre sot, pra 2013 jemi në 2025, pra 12 vitesh, 2-3 vajza, pra që i kishin me fëmijë që merrnin pakun atë kohë, nga i pakti madh që ata panë mesazhet që në ndam, mënyra e butë dhe qetë dhe edhe e drejt për drejt ndarjes së mesazhit të ungjillit, jo një mesazh religjioz, të një religionin kuptimin strikte të rregullave e tjerë të një date, të një dhurate, të një peme, të një drite e tjerë, por të një mesazhi dashurie. Edhe duke shkuar me këtë mesazh, me këto dhurata, këta njerëz, kemi disa të rinj që sot janë pjesë e drejtuesve të kishës. Sidomos 2 vajza janë pjesë e drejtuesve të kishës, ishin në atë kohë mund kishin qenë diku 9 vjeç, 10 vjeç në atë kohë, tani janë pjesë duke drejtuar disa nga shërbesat tona, pra edhe ato vetë kujtojnë se nuk e harrojmë asnjëherë dashurinë, faktin që na u dha një dhuratë, ne jemi njerëz të huaj, kush janë këta që na duan pa na njohur, pa na kërkuar asgjë në këmbim, pa na kërkuar asgjë mbrapsht, sepse ne dim që në një botë të tillë në cilën jetojmë, shumë pak kush bën diçka pa të kërkuar diçka edhe mbrapa. Ne po zbatojmë atë që në fakt edhe Jezusi tha, më mirë jep atyre të cilët nuk kanë mundësi të ta kthejnë, sepse ti ke dhënë në këtë lloj forme një hua vetë Zotit. Krishtlindja, për te faktit religjioz, krishtlindja është një moment shumë i rëndësishëm ungjillizimi për fëmijët. Në kishat tona, unë besoj në të gjitha kishat tona ungjillore, në krishtlindje përveç një dhurate dhe dashurisë që ne shpërndajmë, një gjë që është shumë e rëndësishme është që fëmijët fillojnë për herë të parë për të kuptuar çfarë me të vërtetë është krishtlindja. Po e kuptojnë në mënyrë shumë të butë, të paqët, pa imponim, pa presion, pa trusni, po me në fakt, shumica prej të rriturve sot, edhe drejtuesve, një si unë edhe apo shumë të tjerë, mbajnë mend mënyrën se si është shpjeguar Krishti kur kanë qenë fëmijë, më shumë se sa teologjikisht, se sa shumë i aftë je sot për ta mbrojtur, tek fëmijët shkon mirë, shkon butë dhe shkon pa imponim dhe shkon në thellë, dhe pastaj frytet janë parë edhe ndër vite, por ajo krishtlindje ka qenë shumë e veçantë. Ti gëzoja ata fëmijë, edhe pastaj erdhën edhe prindit e tyre, erdhën për të parë fëmijët, ne kishin përgatitur disa gjëra dhe për prindrit erdhën për t'i parë. Ata filluan, për shembull, shprehjet e tyre ishin, a kjo është krishtlindja? Ne mendonim ndryshe. Ne kujtonim ndryshe. Kjo që nga krishtlindja, po kjo s'qen ka kështu siç na është thënë, na është treguar. E tjetër, po që nga shumë e bukur, shumë e mirë, mesazhi shumë i qartë. A pse këtë ka bërë Jezusi, ky është Jezusi, këtë mesazh ka sjell, këtë vepër ka bërë e tjerë me radhë. Kështu që ka qenë 2013 ka qenë një krishtlindje shumë e fortë. Krishtlindja nuk është nga tjetra anë, nuk është vetëm për fëmijët, është për të gjithë. Lajmi i mirë i ardhur nga engjëjt në atë kohë prej tek Barint ishte ky lajm. Pra lindi Zoti shpëtimtari. Edhe lindi për të gjithë familjen, nga të fëmijët, foshnjat në gji, deri në pleq në thinja, Krishti është i të gjithëve. Do të veçoj dy moment, do më thënë dy imazhe që janë mendjen time lidhje me krishtlindjen. Imazhi përpara se sa me besu në të vërtetë në Krishtin, pra me përqafu besimin në Krishtin, gjatë cilën e përmenda, kjo ishte praktika jonë familjare, e nanës teme në mënyrë të veçantë, që për çdo krishtlindje ajo do të bate bukën më të veçantë që përgatitej ndonjëherë gjatë vitit, do të bate laknurin me kungull dhe me arra, që është tipike e vigjiljes krishtlindjes. Edhe gjaja tjetër e bukur ishte që ne do dilim, kjo ka kënë guxim i jashtëzakonshëm mendoj unë atë kohë për ta, do dilim në mëngjes heret me bë atë që ne i kena thënë lami. Lami ishte një kuadrat me fije me kashtë ose kashtë tallë e misri, ato kashtat e gjata, bëhej një kuadrat edhe në kuadrat i bëhej me një kryq në mes.
edhe do të vihej buka e djathi, edhe pra si një shenjë e bekimit edhe e bekimit hyjnor për bylmetin, për pasurinë e shtëpisë. Edhe kjo ka kënë në gjanat më të bukura që unë më e mend si fëmijë, edhe në traditat tona familjare. Pra që shënohej Krishtlindja gjithmonë, pavarësisht ndalimit. Ne ishim përsekutuar gjithsesi, domethënë nga ana politike, kështu që por ishte një risk i lartë që ata e ndërmerrnin. Këtë duhet ta veçoj, domethënë janë ndërkujtimet e mia më të bukura. Pastaj, masi kam besuar në Krishtin, unë mund të them që ndër Krishtlindjet e para ka qenë në atë kohë ne si kish në Shkodër nuk kishim një ndërtesë ose një vend fiks dhe shpeshherë grumbullimet bëheshin ose në kinema ose tek një ambient tjetër, po me qira ose me drejt përdorimi. Dhe më e mend Krishtlindja e parë që më e mend unë masi kam besuar në Krishtin, ka qenë te kinema Republika në atë kohë. Republika prapë se u bë millennium tash është Republika. Edhe ishte takimi i Krishtlindjes dhe mu më kërkojnë me lexu një pasazh nga Bibla atje përpara gjithëve, domethënë për Krishtlindjen. Edhe ai ka qenë një ndër momentet më emocionuese në vitet e para të besimit, domethënë që unë po dilja përpara me një kisha një kurion do të kem rënë pesh një 3-4 kg nga emocioni, nga dridhjet, nga gjëra. Po e më e mend si një moment shumë të veçantë ku kremtohej Krishtlindja, ku flitej për Jezus Krishtin si shpëtimtari i kësaj bote, si dhurata më e madhe e Perëndisë për njerëzimin, edhe unë isha i bekuar për me lexuar një pjesë nga shkrimi. Çdo Krishtlindje është e veçantë. Në momentin që Krishtlindja bëhet ritual, unë mendoj që është më mirë mos ta festojmë. Se nuk na bën mirë. As nuk e ja jep nderin që i takon Zotit, por as nuk përfitojmë ne atë që duhet me përfitu. Tash duke thënë këtë që çdo Krishtlindje është e veçantë, unë mund të them që 2023 ishte një vit shumë i vështirë për ne si kish, si familje. Zoti lejoi që një prej vëllezërve në kishën tonë, një person shumë i përkushtuar, shumë i dashur, aktiv në shërbesa, në gjana, në një gati në një mënyrë të frikshme. Dhe ai ndroi jetë nga një aksident që Zoti e din se si e lejoi edhe ndodhi. Ne shpresum për ai luftoi shumë me jetë mes jetës edhe vdekjes për shumë ditë, por ndroi jetë. Dhe dhimbja dhe humbja ishin mëdha. Edhe atë vit ne kishim edhe 30 vjetorin e kishës. Festën e 30 vjetorit ishte e vështirë, por festum, duke kujtu mirësinë e Zotit edhe duke i përzi lot të gëzimit me lot të dhimbjes. Por dora e Zotit ishte të na majtë në çdo ditë dhe çdo javë, domethënë ditët dukeshin shumë të gjata. Pastaj vjen Krishtlindja. Edhe pse ishte e vështirë Krishtlindja, ishte e vështirë sepse e mirë ishte në çdo aktivitet që ne do të organizonim në kishë apo në familjet apo me komunitetin. Edhe ai ishte Krishtlindja e vështirë. Por në të dyshme duke majt gjithë peshën e dhimbjes edhe të trishtimit përkohshëm, patjetër, Zoti na ka dhënë hir, na ka dhënë forcë dhe na ka kujtuar që kjo është shpresa jonë. Edhe prandaj, për ne Krishtlindja është jeta. Se pa Krishtin nuk do të kishim jetë, pa Krishtin nuk do të kishim shpresë. Pa Krishtin nuk do të kishim asgjë gjë. Pa Krishtin nuk do të kishim shpresë për pas vdekjes. Edhe pa Krishtin nuk do të kishim shpresën e sigurinë që do të takohemi me mirin prapë. Kështu që për ne aq sa ishte e dhimbshme, kishte edhe ato notat e
festimit të domethënies së Krishtlindjes. Edhe duke mos u dorëzu përpara dhimbjes apo përpara humbjes apo përpara sfidave me të cilat përballemi, por gjithmonë duke kujtuar që Zoti është me ne, Zoti është ajo që Bibla thotë Emanuel, Zoti me ne. Aq më tepër Krishtlindja na risjell këtë gjë në mend dhe në zemër. Për shumicën e njerëzve, Krishtlindja është një kohë shumë e gëzueshme, por për ata që kanë humbur një njeri të dashur, ajo mbart edhe një dhimbje të thellë. Zemra ndihet e rënduar dhe mungesa therr më shumë. Megjithatë, edhe në mes të kësaj dhimbje, Krishtlindja na flet për jetë, shpresë dhe premtime që nuk shuhen. Shpresa jo nuk është ndërtuar mbi rrethana, por është ndërtuar mbi Krishtin. Pa Krishtin, dhimbjet do të ishte pafund dhe lotët pa mbarim. Por për shkak se Krishti erdhi, jetoi dhe u ringjall, ne kemi sigurinë se vdekja nuk është fundi. Krishtlindja na flet për jetë, sepse na kujton që Perëndia hyri në dhimbjen njerëzore, për ta shndërruar atë në shpresë të përjetshme. E i përzijmë lotët e dhimbjes me lotët e gëzimit. Qajmë për mungesën, por gëzohemi për premtimin. Pikëllohemi për ndarjen e përkohshme, por ngushëllohemi nga e vërteta se dita e takimit do të vijë shpejt. Ata që kanë ndruar jetë në Krishtin nuk janë të humbur. Ata kanë shkuar në shtëpi dhe një ditë ne do t'i takojmë. Këtë Krishtlindje, nëse zemra jote është e thyer dhe sytë e tu me lot, dije se Krishti është afër. Ai është ngushëlluesi, shpresa dhe jeta. Dhe sepse ai jeton, edhe ne do të jetojmë përsëri së bashku me të dashurit tanë që nuk i kemi më pranë. Miku im, këtë Krishtlindje Zoti po flet. Apo e dëgjon ti?